I shpallur në kërkim ndërkombëtar për prodhime dhe shitje të lëndëve narkotike nga autoritetet austriake, kapet nga shërbimet e policisë kufitare Morin në hyrje të Republikës së Shqipërisë. 31 vjeçari turk, si rezultat i kontrollove me përzgjedhje dhe verifikimeve në hyrje-dalje me objektiv goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe ndalimin e shtetave të shpallur në kërkim, të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t'u shmangur përgjegjësisë penale, shërbimet e policisë kufitare Morin në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Kukës kapën në hyrje të Republikës së Shqipërisë dhe arrestuar me qëllim ekstradimin shtetasin turk 31 vjeç banues në Stamboll. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me Interpol Tiranën, rezultoi se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e Vjenës ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikeve. Interpol Tirana në bashkëpunim me homologët në Austri vijon procedurat për ekstradimin e 31 vjeçarit, thuhet në njoftimin zyrtar të drejtorisë vendore të policisë Kukës.